Bashkia Shkodër është pjesë e platformës treditore të bashkëpunimit të 3 universiteteve, e cila po zhvillohet në Shkodër në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm, kryesisht në lidhje me trashëgimin kulturore dhe historike. Universitetet pjesëmarrëse janë Universiteti Luigjë Gurakuqi, Universiteti Polis dhe Universiteti Mitrovicës, të cilët përgjatë 3 ditëve kanë punuar së bashku për çështjet e trashëgimisë kulturore. Në përfundim, ata i paraqesin pushtetit vendor projektet e tyre për shfrytëzimin e më shumë mundësive në drejtim të zhvillimit të turizmit. Realizimi i këtij aktiviteti në Shkodër është me shumë vlerë dhe rëndësi, duke qenë se siç e dim të gjithë, Shkodra tashmë po përballet me një numër shumë të madh turistësh edhe me një zhvillim urban që ka ndryshuar totalisht. Për këtë arsye, edhe ne si institucion, edhe universiteti, edhe bizneset duhet kemi një bashkëpunim shumë të mirë me njëri tjetrin, në mënyrë që këtë presion që kemi nga zhvillimi urban dhe nga turizmi, nga ky presion pra të mos ndikohemi dhe të ruajmë atë që është me vlerë për qytetin e Shkodrës dhe për komplet rajonin e Shkodrës. Pra pasuria natyrore, mjedisi dhe të gjitha ato vlera që ne kemi trashëguar dhe duhet t'i ruajmë. Prandaj edhe ne si bashki jemi shumë të gatshëm dhe të hapur të vijojmë bashkëpunimet me universitetin në mënyrë që të shkëmbejmë ide dhe propozime të reja që e bëjnë gjithnjë më të qëndrueshëm zhvillimin në rajonin e Shkodrës, duke rritur pse jo dhe konkurrueshmërinë në rajon për sa i përket zhvillimit ekonomik dhe kryesisht asaj që është më e favorshme për ne, turizmit. Mema thot se projekte të tilla i shërbejnë objektivit që ka bashkia për konsolidimin e zhvillimit të turizmit, ku ai kulturor historik zë një vend shumë të rëndësishëm për Shkodrën. Objektivi në mënyrë të veçantë sa i përket turizmit është ruajtja e turizmit slow. Një turizëm të ngadalt, një turizëm në harmonim në natyrën, një turizëm që i përgjigjet nevojave të vizitorëve tonë, të cilët përgjithsisht janë të fokusuar tek natyra dhe trashëgimia kulturore dhe historike. Gjithashtu duhet përmendur pjesa e velipojës, e cila është ajo pjesa e turizmit masiv, ku ne kemi një plan afat mesëm, pse jo dhe afat gjatë, që kemi shërbime sa më të mira të oferuara nga hotelerit dhe nga bashkia. Investimet që po realizohen nuk e pengojnë aksesin në Shirok apo Zogaj, nuk pengojnë aksesin në zonën e Alpeve, nuk pengojnë aksesin në qytet dhe në pikat atraksionit turistik të qytetit. Përgjatë 3 ditëve, studentët dhe pedagogët e 3 universiteteve të përfshirë në këtë program punuan në terren dhe në ambiente të ndryshme të qytetit të Shkodrës dhe jashtë tij, ku njohen më nga afër me shumë objekte, të cilat vlerësohen si të dobishme për zhvillimin e turizmit. Bazuar në këtë vizitë, ata po përgatisin edhe propozimet përkatëse për pushtetin vendor.